Ngjarje e pazakont në Lipjan. Arratisën 2 të mitur nga qendra korrektuese, rikthehen pas disa orësh. Një ngjarje e pazakont është regjistruar dje në qendrën edukuese korrektuese për të mitur në Lipjan. 2 të mitur të cilët po qëndronin në këtë institucion në kuadër të masave edukative të shqiptuara nga gjykata, kanë arritur të largohen nga qendra në mbrëmje. Sipas informacioneve, rreth orës 21:30, zyrtarët korrektues kanë njoftuar policinë se 2 15-vjeçar nga Gjilani nuk ndodheshin më në institucion. Siç raporton Sinjali, njëri prej tyre po qëndronte në qendër prej rreth 4 muajsh dhe po zbatonte një masë edukative 2 vjeçare, ndërsa tjetri kishte rreth 3 muaj në institucion dhe ishte i vendosur aty me masë edukative 1 vjeçare. Pas angazhimit të policisë dhe institucioneve kompetente, 2 të miturit janë lokalizuar dhe janë rikthyer në qendrën edukuese korrektuese në Lipjan. Lidhur me rastin është iniciuar procedurë për veprën penale, arratisje e personit të privuar nga liria, ndërsa autoritetet po hetojnë se si 2 të mitur arritën të largohen nga institucionet.